Devotshmëria e kërkuar në Ramazan. Premtimi më i madh që Allahu ka dhënë besimtarëve, kur dihet se Allahu nuk e thyen premtimin e tij, është takimi me të. Ora do të kenë mundësi të takojnë dhe të shohin Allahun të gjithë njerëzit. A ka diçka me të cilën duhet të stolisemi në jetën e kësaj bote për atë ditë të premtuar? Kur Allahu i lartë madhëruar u dha njerëzve këtë premtim të madh, ai u dha mundësitë dhe u lehtësoi rrugët si të arrijnë që në jetën e kësaj bote të përgatiten për ditën e premtuar dhe për t'u stolisur me petkun e devotshmërisë para takimit me krijuesin e gjithësisë. Po petku i devotshmërisë, ai është më i miri. Surja Araf 26. Një ndër mundësitë për t'u stolisur me këtë petk është edhe muaji i Ramazanit, ose më mirë të themi esenca e agjerimit është që njeriu të arrijë devotshmërinë gjatë këtij muaji të madhërueshëm. Allahu i madhëruar thotë: O ju që besuat, agjerimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Surja El-Bekare 183. A ka diçka më të mirë se sa që njeriu të jetë i devotshëm dhe të arrijë qëllimin e Allahut dhe porosinë e të parëve dhe të fundit? Ne u patëm sugjeruar atyre që ju patë dhënë libri para jush, edhe juve, që të keni frikë nga Allahu. Surja Nisa 131. Allahu i madhërueshëm na ka porositur që të jemi të devotshëm dhe për të arritur këtë qëllim na ka obliguar me agjerim, ashtu siç i ka obliguar edhe popujt para nesh. Nga sa agjerimi trashëgon devotshmërinë. Takvaja ka kuptimin e preventivës, parandalimit. Takvalla apo devotshmëria ndaj Allahut ka për qëllim largimin apo tentimin për t'u larguar nga shkaqet e dënimit të Allahut, duke u larguar nga ato që ka ndaluar dhe duke pasuar ato që ka urdhëruar. Disa komentatorë ajetin e agjerimit, kështu që të bëheni të devotshëm, Surja El-Bekare 183, e kanë komentuar që të mbrohemi nga mëkatet. Kur përmendin fjalën mëkat, ajo përfshin të gjitha gjërat që meritojnë dënimin në këtë botë apo botën tjetër. Muslimani mbrohet me agjerim duke ndaluar veten nga mëkatet. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: Agjerimi është mburoj. Është i tillë sepse të mbron nga mëkatet duke bërë që të vdesë epshi, i cili është motivuesi kryesor që njeriu të bëjë mëkat. Devotshmëria e plot përmban në vetvete praktikimin e obligimeve dhe lënien e harameve. Ndodh që bëjmë pjesë edhe gjërat e pëlqyera dhe lënia e gjërave të urryera, dhe kjo është maja e devotshmërisë. Për këtë arsye, Kurani është bërë imam dhe udhëzim për njerëzit e devotshëm. Kurani që në fillim në ajetet e para pas Fatihas është cilësuar si udhëzues për ata që janë të devotshëm. Surja El-Bekare 2. Nga se e përgatit nefsin me devotshmëri të plot. Agjerues të nderuar, nëse doni që agjerimi juaj të mundsoj takvallëk të plot, atëherë agjeroni Ramazanin plotësisht, duke u larguar nga çdo gjë që e pengon, që të jetë ashtu siç do Allahu dhe siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Omer bin Abdulaziz, Allahu e mëshiroft, ka thënë: Nuk është takvallëku të agjerosh ditën e të falesh natën, por takvallëk është lënia e asaj që e ka bërë haram Allahu dhe kryerja e obligimeve. E kush më pas furnizohet me ndonjë të mirë, ajo është e mirë se ardhur. Agjerimi është mejdan i garave për të arritur takvallëkun. Allahu thotë në Kur'an: Kështu që të bëheni të devotshëm. Surja El-Bekare 183. Të devotshmit shfrytëzojnë ditët dhe netët e Ramazanit për shtim të imanit në Allahun, për adhurim dhe llogaritje të vetvetes për fatkeqësitë e kryelartësisë dhe syfaqësisë, që shpeshherë rrethojnë njeriun dhe ja zgjësojnë veprat në Ramazan dhe jashtë tij. Të parëtanë jetonin zemrën e takvallëkut, kuptimet e saj, ngjallnin jetën dhe adhurimet e tyre. Çdo adhurim tek ata kishte shpirt, namazi, duaja, pendimi, përmendja e Allahut, madje edhe agjerimi kishte shpirt. Agjerues të nderuar, e jani të përkujtojmë realitetin e takvallëkut, ashtu si të parëtanë ngjallnin në shpirtrat e tyre. Ndoshta do të ngjall tek ne shpirtin e agjerimit e të jetoj me të, me kuptimet e këtij muaji të shenjtë. Omer Abdulaziz i kishte shkruar dikujt duke i thënë: Të porosis që t'ja kesh frikën Allahut, që nuk pranon tjetër pos saj dhe nuk mëshiron pos pronarët e saj, sa që shpërblen vetëm për të. Ata që porosisin për takvallëk janë të shumt.
por ata që punojnë me të janë të pakt. Lusë Allahun që të na bëjnë ne dhe ju të devotshëm. Ne duhet punojmë në Ramazan me nënshtrimin ndaj Allahut, duke shpresuar shpërblimin e tij dhe duke ju friksuar ndëshkimit të tij. Frika dhe shpresa janë si dy krahët e shpendit për të arritur te kënaqësia e Allahut. Le t'i vendosim përpara nesh këto kuptime gjatë agjërimit të këtij muaji. Vëlla i dashur, mos e përbuz kurrë të mirën edhe nëse është sa grimca, puno me të. Mos e tolero të keqen, por largohu prej saj. Vëlla, a ke medituar? Ai je i gatshëm. Jo kërkon prej teje një vullnet të madh që të arrish shkallën e lartë të takvallëkut në muajin e devotshmërisë. Është pyetur e Burir, Allahu qoftë i kënaqur prej tij për takvallëkun, dhe pastaj ka pyetur bashkëbiseduesin: a ke udhëtuar në një rrugë me gjëmba? Po, ju përgjigj. Si ecje në të? Kur i pash gjëmbat, largohesh anash ose kaloja pa shkelur mbi to. Kjo është takvallëku. Ne do të ballafaqohemi gjatë këtij muaji me gjëmba të shumtë në rrugën drejt Allahut. Ramazani është një rast i mirë që të mëson se si duhet i tejkalojmë këto gjëmba. Dhe kjo është një tjetër kuptim që duhet ta shtojmë në fjalorin ton gjatë Ramazanit. O Allah, o Zoti ynë, ne të lutemi që të na dhurosh devotshmëri në këtë muaj, të na stolisësh me petkun e devotshmërisë në jetën e kësaj bote dhe të na mundsosh që në këtë muaj të arrijmë kënaqësinë tënde dhe takimin me ty në ditën e premtuar.